Përshëndetje shikues të dashur, tash do të fillojmë me rubrikën Shneta, ku do të jemi së bashku me doktorin nga Spitali Amerikan, doktor Kushtrim Shala, specialist i kardiokirurgjisë. Tash e tutje ju do të më shihni mua duke moderuar këtë pjesë të emisionit të mëngjesit, ku do të jemi së bashku çdo të martë për të zhvilluar intervista me doktorët e Spitalit Amerikan. Sot po filloj me doktor Kushtrim Shala, i cili vetë se ka filluar punën para një muaji në Spitalin Amerikan dhe do të na tregoj pak a shumë lidhur me përvojën e tij në fushën e kardiokirurgjisë, por edhe pra në mjeksi në përgjithësi, pra pak biografinë e tij se çka ka studiuar, ku është shkolluar dhe ku e ka kryer specializimin. Doktor, është kënaqësi t'ju kemi këtë mëngjes këtu në studio. Kënaqësia është e imja, faleminderit për ftesën. A mund na tregoni pak a shumë, na flisni për shkollimin tuaj dhe më pas përvojën tuaj si kardiokirurg? Po. Spari, në vitin 2010 kam përfunduar fakultetin e mjekësisë në degën mjekësie përgjithshme pranë Universitetit të Prishtinës. Pastaj një kohë për disa vite kam punuar në urgjencën e qytetit të Pejës e në vitin 2014 kam fillu specializimin nga fusha e kardiokirurgjisë. Në vitin 2015 disa muaj gjatë specializimit kam qëndruar në qendrat të njohura të kardiokirurgjisë në Gjermani, në qendrën e zemrës në Duisburg, për 3 muaj, si dhe në qendrën e klinike të universitare të Bonit. Pastaj kam vazhduar në vitin 2016 për 3 vite tjera specializimin në njërën prej qendrave më të njohura dhe më të mëdha në Ankara të Turqisë për kardiokirurgji, ku kam marrë përvoja dhe dijeni të paqmueshme. Pas përfundimit specializimit kam vendosur të kthehem dhe këto përvoja ti vëj në dispozicion të qytetarëve tonë. Fillimisht kam punuar në qendrën klinike universitare të Kosovës, në departamentin e kardiokirurgjisë, deri para një muaji dhe tani jam pjesë e Spitalit Amerikan. Doktor, po shohim që pak a shumë e gjithë historia juaj pra në mjeksi lidhet me kardiokirurgjin. Por a mund të tregoni se cili ishte kontakti i pari juaj me këtë fushë? Si vendosët që ju dëshironi pra të ndjakni specializimin në këtë fushë? Po, kardiokirurgjia ka qenë synimi imi qysh herët gjatë studimeve, me qenë se ka qenë një fushë e cila ka mungu në vendin tonë. Kontakti imi parë me kardiokirurgjin ka qenë në vitin 2009 gjatë një vizite shkëmbimi që kemi pas ku unë isha përzgjedhur për të marrë pjesë në atë kohë në Shtetet Bashkuara të Amerikës përmes një programit Dartmouth Medical School. Atje pata fatin të qëndroj një muaj në Dartmouth Hitchcock Medical Center, ku ishte kontakti imi parë me kardiokirurgjin dhe kjo më bëri më të vendosur që të vazhdoj në këtë drejtim dhe tani ja ku jemi. A mund të tregoni pra për fushën tuaj të eksperiencës se çfarë është kardiokirurgjia, që ta kuptojnë më mirë shikuesit dhe pastaj na flisni pra se cilat janë shërbimet e kardiokirurgjisë që ju i ofroni në Spitalin Amerikan. Po. Kardiokirurgjia është një disiplinë e kirurgjisë e cila merret me trajtimin e kirurgjik të smundjeve të zemrës, qofshin ato smundje të fituara apo të lindura. Ne në Spitalin Amerikan ofrojmë pothuajse gjithë gamën e operimeve kardiake, duke përfshi që nga revaskularizimi kirurgjik i miokardit apo bypasset në zemër, riparimi i valvulave të zemrës, zëvendësimi i tyre, kirurgjia e veseve të lindura apo vrimave në zemër, kirurgjinë e aortës, po ashtu jemi në dispozicion 24/7 për operimet urgjente në kardiokirurgji, duke përfshi endokarditet, qarjet e aortës, tamponadat e tjera.
Ne shpeshherë dëgjojmë pra për teknikat të cilat janë minimalisht invazive, pra ndërhyrje minimale në trupin e njerit. Ju si profesionist i fushës, sa mund na tregoni pra pse janë kaq të rëndësishme këto teknika? Po, një pjesë e këtyre operimeve te pacientët që janë të përshtatshëm mund të kryen edhe me teknika minimale invazive. Këto teknika nënkuptojnë kryerjen e operimeve kardiake me prerje apo incizione të vogla. Është me rëndësi sepse këto kirurgjia zemrës është një kirurgji madhore dhe nëse kryet me incizione të vogla, atëre minimizohet trauma e indit tek pacientit, minimizohet kontakti i organizmit me ambientin e jashtëm, mundësia e infeksioneve, minimizohet po ashtu gjakderdhjet dhe administrimi i gjakut dhe derivatëve të tij, po ashtu kemi një rehabilitim më të shkurt të pacienti lirohet më shpejt në shtëpi, qysh në ditën e 4 dhe i kthehet aktivitetit normal dhe punës shumë më shpejt se sa nëse operacioni kryhet me metoda standarde apo me hapje të gjoksit, ne i themi stenotomi mediane. Kur po flasim për ndërhyrjet, pra ndërhyrjet në zemër, këto janë lloj operacionesh që i bëni ju si specialist i kardiokirurgjisë në periudhën ku ju keni ushtruar profesionin tuaj si doktor dhe pra mund ta tregoni se cili është operimi më i vështirë që ju e keni kryer në karrierën tuaj ose ndonjë operim që ju ka lënë më shumë përshtypje? Në praktikën tonë klinike shpeshherë ballafaqohemi me raste të rënda dhe ka shumë raste të tilla, mirë po kisha veçu një rast të një të riu, 37 vjeçar, i cili paraqitet në spital në gjendje të rëndë, kishte humbur vetdijen paraprakisht në vendin e punës dhe paraqitet në spital në gjendje të shokut, me tamponat të zemrës, me hipotension, vetdije të turbullt dhe doza të larta të inotropëve. Pacienti praktikisht kishte qarje të aortës apo diseksion të aortës dhe pak a shumë ishte vonuar dhe vonesat në paraqitjen në spital në kohë shpeshherë edhe vijnë deri te shfaqjet e komplikimeve. Mirë po, fatmirësisht, çdo gjë kaloi mirë, operacioni kaloi mirë dhe pacienti u liru dhe ju kthy familjes para të që kjo është, përderisa një pacient i ri, neve na ka mbetë në kujtesë më shumë dhe jemi shumë të lumtur në këto raste. A ka qenë operacion i vështirë për juve, pra sfidues, ndoshta në shumë mënyra, pasi që patjetër që puna me zemër cilësohet si një ndër më të rëndësishmet edhe më të rrezikshmet njëkohësisht. Po, operacioni në zemër ka një shkallë të rrezikshmërisë, sidomos në rastet urgjente dhe patologjitë e qarjes së aortës, po ashtu rrezikshmëria dhe mortaliteti është më i lartë për shkak të komplikimeve shtesë që mund të paraqiten si para operacionit, po ashtu edhe në fazën postoperative. Është rrezik që është në gjitha qendrat në botë, domethënë jo vetëm tek ne, domethënë është rrezik i barabartë kudo që të shkosh. Një patologji ka rrezikun e njëjtë operativ dhe ne jemi të lumtur kur arrijmë që të kemi sukses, patjetër. Duke i marrë parasysh gjitha këto që vetë se i përmendëm gjatë kësaj interviste, pra çka është një gjë që ende ju motivon një të vazhdoni në këtë fushë, në fushën e kardiokirurgjisë? Po, na motivon pasioni për mjekësinë, shëndeti i pacientëve tonë, vetë pacientët tonë kur mundësia që kemi që të bëjmë një ndryshim në jetët e tyre dhe kjo na bën edhe më të vendosur që të vazhdojmë na jap motiv më shumë.
Për fund dëshëm që pyesim edhe rreth asaj se cila do të ishte këshilla juaj apo porosia juaj për gjithë shikuesit tanë që pra ndjekin në këto momente për sa i përket sëmundjeve në zemër. E dim që ju në mjeksi vetë se keni një shprehje ku thoni se është gjithmonë më mirë parandalimi se sa shërimi. Në fushën tuaj, cila do të ishin disa prej këshillave që mendoni që qytetarëve do t'ju hyjnë në punë? Po. Shëndeti i zemrës është, mund të them, pasaporta e shëndetit të njeriut dhe i bëj thirrje qytetarëve tanë që të bëjnë kontrolla të rregullta, sidomos ata që kanë probleme me yndyrën e lartë, me diabetin, me shtypjen e lartë të gjakut, po ashtu tek ata që kanë një background genetik që të paraqiten te mjeku i tyre dhe të përmbahen rekomandimeve mjekësore. Po ashtu të mos neglizhohen simptomet që janë jo të zakonshme si dhimbja e gjoksit, frymarrja e vështirësuar apo një lodhje e tepruar, të cilat janë simptome kritike dhe këto raste çdo herë duhet që të raportohet te mjeku specialist, kardiolog apo kardiokirurg dhe të mos vonohet në trajtim, në diagnostikim së pari dhe trajtim, falni. Doktor, ju falenderojmë shumë që ishit këtu në këtë bisedë me ne. Besoj që kemi qartësu shumë gjëra sa i përket kardiokirurgjisë, por edhe ndoshta për sa i përket biografisë suaj dhe asaj që ju mund të ofroni pra gjatë kësaj kohe ku po ushtroni profesionin tuaj në Spitalin Amerikan. Faleminderit shumë. Falenderojmë sërish që ishit me ne. Kënaqësia ishte imja, faleminderit shumë për ju. Shikues të dashur, kjo ishte intervista që kishim me doktor Kushtrim Shala nga Spitali Amerikan, specialisti kardiokirurgjisë. Si që përmenda edhe më herët, çdo të martë do të jemi së bashku në këtë pjesë të emisionit Gjesit të quajtur Shneta, por tash tutje do të ketë edhe një ndryshim pasi që çdo të martë do të transmetojmë intervista por të bashkuara me pyetje. Çdo të hënë do të postojmë në rrjetet tona sociale në të shtat apo Gazetën Ekspres, pra pyetje rreth asaj se çka dëshironi të dini më shumë rreth temave të ndryshme, si kurse sot e patëm kardiokirurgjin, pra ju do të mund t'i adresoni drejt për së drejti doktorit të Spitalit Amerikan, kush do qoftaj pyetje rreth asaj se çka ju intereson. Ne do të paralajmërojmë se kush do të jetë në intervistën e së martës dhe ju pak a shumë besoj do të mund të gjeni përgjigje për gjitha problemet që ju i keni, pse jo kjo do të jetë një mënyrë e lehtë edhe për juve për të marrë përgjigje për çdo shqetësim që mund të keni me shëndetin. Kaq kishim nga kjo intervistë, tash do të keni pra edicionin e marketingut dhe më pas do të ktheheni me Vjosën në studio. Faleminderit.